Edhe këtu një ish kryetar bashkie është në. Po, çfarë problemi ka? Jo, ta lëmë me që është në tim për të mos nxjerrë. Nuk është folur fare për këtë gjë. Nuk është folur për të mos nxjerrë sekretin e timor, ta lëmë. Okej, jo, dakord, jam vetëm dua të di çështjen, në kuptimin për çfarë bëhet. Kjo ka të bëjë për një pronë private e cila në vitin 1944 është marrë nga shteti dhe është persekutuar qytetari për 50 vjet. E ka rimarrë me vendim komisionin në TP-sën dhe në vitin 2000 ka marrë lejë ndërtimi dhe në vitin 2020 i është prishur dhe shtëpia. I është marrë dhe prona për 2020. 2020. Ka bërë një pallat aty. Aty është bërë një hotel me 5 yje. Hotel me 5 yje? Po, në një qytet në UNESCO. Si Berati. Në Berat. Hotel me 5 yje. Po, domethënë të grapis shpronën private. Hotel me 5 yje në Berat, s'po më vjen tani. Hoteli i fundit me 5 yje që është bërë në Berat. Po, cili është? Nuk po më kujtohet. Ai që është te shkolla, te ish hoteli. Ish shkolla, ish hoteli. Ish konvikti i shkollës Kristo Isak. Ja, nuk e di këtë. Ish konvikti dhe ishte konvikti dhe ish mensa e shkollës Kristo Isak, e cila i është njohur një familje Beratit. Keni lidhje ju me këtë familje? Jo, nuk kam lidhje, por është një rast, thash, se unë familje shpronarëshem. Ju përket si histori, po jo kjo histori. Më përket si historik, sepse them dhe mendoj, tani njërë nga 24 në 90 e morëm, i rimorëm dhe në 2020 ta marim prapë. Por në herën e parë e mori shteti e përdori për qëllime shtetërore, e bëri konvikt. E bëri mens, tani e merë shteti, sepse aty është bashkia që ka falsifikuar. Atëherë ju pas keni denoncuar ministrin aktual? Ish kryetar bashkie thash. Okej, në rregull, jo thjesht. Pra, me pak fjalë, në SPAK ndërkohë që flasim, ka dosje për Ervin Demon, për Eroni Sajn, për Belinda Ballukun, për Frida Kripsën, janë dosje në SPAK të në punë e sipër. Ja, ka dosje për ish kryetarin e bashkisë Beratit, ka dosje për ish ministrin e brendshëm të Shqipërisë, ka dosje për ministrin e tyre, që më zë emra, se nuk duhet zë emra. Unë nuk bëj kallëzim për persona konkret. Po, për institucionin që ai drejton. Sa ai ka firmosur në pozicionin e një kryetari bashkie dhe në një fuqi që t'i jep kryetari bashkisë. Kur në zonat e vogla, në qytetet e vogla, pushteti lokal ndikon shumë ke njerëzit për arsye të shumë ndihmë ekonomike, ndihmë sociale, të punësuar, janë faktorë. Nuk e kam. Si ndodh me një njeri i cili ja marrin me çfarë si ja morën, çfarë i thanë? Të përket ty se është shteti? Jo, ja morën me idenë sepse është një pronë me interes, është pronë që kufizohet me bulevardin Republika, është një pronë me vlerë, por dhe personi është ish prefekti i Beratit. Personi që ja kanë marrë? Që ja kanë marrë. Nuk ja kanë marrë njeriu thjesht. Ish prefekti i Beratit i kanë marrë. Po ai s'bënte dot një gjë vet? Po bën po ja. S'ka bërë dot gjë vet, ai është i jashtë, është në Amerikë. Ka shkuar atje ku ka 3 vajzat e veta. Bashkëton jeton me vajzat për arsye se shtëpia e vetmja shtëpi që ka në territorin shqiptar, mbas kaq vite punë, është ka dalë sipas ekspertëve jashtë e paqëndrueshme. Dhe për këtë arsye ka ikur ke vajzat, ndërkohë që vazhdon betejën për po janë 3. Bujësia, rrugët dhe prona private. Dhe prona, 3 janë. Tani po përgatitesh për të 4-të? Jo. Po që do presësh njerëz që këto të marrin drejtim? Me punën që unë bëj të përditshme, për mua nuk ka interes. Për mua unë i bëj dëm punësime, sepse unë me këtë sistem punoj. Po. Por këto 3 mirë është çdo person të bëj në një punë. Po jo për rast, për fenomen. Dikush për turizmin, dikush për të bëj denoncim. Kërkojnë të drejtë, dhe të bëjnë denoncim. Ja vlen thoni ju? Ja vlen në kuptimin, po flas në kuptimin e drejtësisë. A shkon drejtësia në vend një ditë? Drejtësia shkon gjithmonë. Duhet përpjekje, duhet më unë, po shkon në vend. Ju besoni, domethënë. Tek SPAK-u, edhe pse për shembull mund mos ketë emrin Altin Dumanit, herës tjetër do ketë një emër tjetër. Nuk ka rëndësi. Ti çdo person duhet bëj detyrën e vet. Mos pres gjithmonë nga se SPAK-u çfarë do bëj? SPAK-u ka një 23 prokuror, nuk do mbuloj gjithë territorin shqiptar. Çdo njeri duhet kërkoj. Vendin ku duhet të denoncoj. Vendin ku duhet të denoncoj. Vërtet zgjati në kohë, por drejta do dalë se nuk. Pra, njerëzit se ka shumë njerëz të cilët dorëzohen, janë në rastin e prefektit. Ai ka punuar në administratë dhe praktikisht e kanë marrë sy për sy, se si ishte më. Po ti ishte
Po, s'ishe më 3 vajza nuk ishe në indial në. E di këtë frazën, më bën shumë përshtypje kjo që keni bërë ju. Unë ju kam lexuar copa, domethënë gjithandej, po kisha vërtet interes që t'ju takoja për t'i ditur të treja dhe për të kuptuar çfarë u shtyu, sepse shtysa juaj për të mos u kthyer më pas. Më vjen të mirë të rikthehem përsëri emigracionit. Jo se është i keq. Por që të vesh të vish të vesh. Ku ishet ju? Unë në Athinë kam qenë për të shumë. Gjithkohës, nuk lëvizët nga Athina? Gjithkohës. Për 3 vjetë. Një periudhë kohore, 3 vjeçare, pastaj u detyrova. Punua, çfarë punë bët? Ndërtim. Ndërtim. Dhe ju inxhinier, projektus, punonit në ndërtim. Çdo gjë kam pasur të lidhur vetëm me pjesën e ndërtimit në gjithë. Silleshin keq, paguanin pak, çfarë bën? Rregullisht, por gjë, të gjithë ata që ikin jashtë gjithmonë ndërrojnë me shpirt janë këtu brenda. Pavarësisht se fizikisht për arsye të fëmijëve, jetesës, unë isha beqar në atë kohë dhe kur i ktheva. I rinë të detyruar, po jo se duan të rinë jashtë në emigracion. Biles një kolegu im me 5 licenca eksperti që është në Amerikë, më thotë të gjithë Amerikanët që kanë lindur, shqiptarë Amerikanët, po ata që kanë lindur, jo ata që kanë qenë në Shqipëri, e kanë në ëndër të kenë një shtëpi në Shqipëri. Gjithë shqiptarë Amerikanë. Kështu që dhe sidomos tani që Shqipëria po zbukurohet, po rregullohet, si të duket ty apo beton i madh? Pjesë ka një shpopullim masiv që shumë unë kam marrë 23 hektar me qera, po unë këtë vit po mendojmë që 13 hektar t'ja rikthej bashkisë, si them nuk më duhen se s'ka njerëz kush i punoj, kanë shpopullim. S'ka njerëz aty për punoj. S'ka për punoj. Po unë jam inxhinier, s'mund të shkoj të. Jo, e kam fjalën atje ka punë, por nuk shkon njëri të punoj në tokën që ti ke marrë. Po s'ka, tregoj një rast shumë histori që është e vërtetë. Mbasi u propoqa dikë ta bind që do kesh një rrogë të mirë, do kesh një makinë për atë tokë për të punuar. Përgjigjja fundi ishte ti rrofsh për gjitha këto, por mua s'më vjen nusi këtu. S'më vjen nusi. Pra se dhe femra nuk martohen më në fshat që shpopullohen. Fshatër që kanë ngelur nga 10 persona me pa qendra sociale, pa shkollë, pa